Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe në fakt tashmë në studion e kam plot, kemi dy mysafire këtu të ulura dhe njëra nga to është Qania e Selimi, e cila në fakt është udhëheqëse e shoqatës Millennium dhe me të do flasim pak më konkretisht sa i përket një shërbimi të cilin e japin, ajo do na sqaron pastaj më në detaje, mirë po bëhet fjalë për një gjë që ka filluar si projekt In Home Service Plus ose Plus dhe që tashmë afrohet afër shtëpive të shumë njerëzve për t'ju dhënë ndihmën që ne do të flasim më konkretisht. Dhe gjithashtu me mua së bashku është edhe Mersia Alia, e cila është kujdestare me titull, por që u ndihmon të moshuarve për përkujdesje. Mirë se na erdhët. Mirë se gjeta Mira, faleminderit shumë. Do flasim pak më shumë për këtë që unë thash që ka filluar si projekt In Home Service. Ta fillojmë me atë se si erdhi deri tek ideja dhe më pëlqen se më pas do të flasim edhe nga aspekti praktik gjithë këtë. Për atë arsye jemi të dyja sot këtu. Faleminderit shumë për ftesën, Era. Është kënaqësi që të jemi sot këtu dhe të flasim në detaje për pjesën e shërbimit që ne po japim. Faktikisht sot e 4 vite po jepet shërbimi për kujdesje për personat e moshuar në kushte shtëpiake. Ideja filloi nga ajo që ne shohim çdo ditë në shtëpinë tonë. Gjithmonë nisemi nga shtëpitë tona, gjithmonë nisim nga nevoja që kemi. Dhe në kohën kur ne kemi aplikuar, kemi nisi projekt, domethënë ka qenë periudha e pandemisë dhe në Unionin Evropian, domethënë në Bankën Botërore, kishte përkrahje për shërbimet sociale. Dhe në atë periudhë ne kemi shkruar, domethënë si shoqat dhe kemi aplikuar në Bankën Botërore si projekt. Dhe në momentin që neve kemi lançuar si projekt, faktikisht është pranuar nga Banka Botërore dhe mirë po kishte një lloj kushti që ne do bëjmë përkrahje për këtë projekt, por që të jetë në pilot projekt, që nëse mund të realizoni si projekt të suksesshëm për 18 muaj, do jeni të obliguar të vendoni në shërbim shtetëror, për arsye se është një ndër konventat e BE-s që kërkohet si shërbim i shtetit. Faktikisht ishte një lloj situate që ishte një lloj rreziku, të them të drejtën, sepse kishte një kosto shumë të madhe për këtë shërbim, por që nga nevoja që pam neve, e pam të arsyeshme që ta bëjmë. Dhe filloi me mbështetjen e Bankës Botërore dhe me investimet e tona vetanake nga shoqata. Për 18 muaj si shërbim e filluam me komunën e Zhelinës, komunën e Tearcës dhe komunën e Jegunovcës, domethënë ishin 3 komuna me të cilën ne lidhëm marrëveshje memorandum bashkëpunimi dhe filluam që ta japim shërbimin. Mirë po ishte shumë e vështirë të them, është patjetër shumë e vështirë, për arsye se një shërbim që është i ri dhe nuk është i ndëgjuar dhe nuk është i lançuar, pastaj pjesa e jonë, e familjarëve tonë, si kur është tabu kjo, të futish një njeri të huaj në shtëpi dhe nuk e dinin tamam, sepse neve gjithmonë duam të shohim një herë çka është e pastaj pranojmë. Dhe ishte një diçka e re që nuk ishte, sepse në shtetet e Europës kjo si shërbim është me qindra vite. Por që ja te ne jemi të parët që e kemi nisë domethënë në Ballkan. Jemi të parët si shtet që e kemi nisë si shërbim, se kjo nuk është as në shtetet e Ballkanit si shërbim. Dhe mbas 18 muajve neve kaluam si projekt të suksesshëm dhe arritëm që ta lançojmë në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, sepse asaj ministri i takon, domethënë në bashkëpunim me ministrinë që ta japim si shërbim shtetëror, që nënkupton shërbimi jepet në bashkëpunim me ministrinë. Ne jemi provider të shërbimit, kurse mbështetjen e bën Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Faktikisht, çka duhet të bëhet për një shërbim si kjo? Çka është ky shërbim? Ky shërbim është të gjithë ato të moshuar që janë mbi moshën 65 vjeç, kanë të drejtë të bëjnë aplikimin në entin social dhe të kërkojnë që ato janë mbi moshën 65 vjeç dhe nuk kanë asnjë familjar në shtëpi, domethënë jetojnë vetëm dhe kanë nevojë për përkujdesjen ditore të tyre. Pastaj, aplikimi kur bëhet në entin social, vin kërkesat te ne si shoqat, ato të entit social dalin në teren, e vëzhgojnë situatën, e shohin çfarë gjendje është shfrytëzuesi ose pacienti dhe pastaj sjellën vendimin e sjell enti social. Vendimi, në momentin që sjellet vendimi prej entit social,
ne kemi të drejtë si shoqat ta dërgojmë kujdestaren në atë shtëpi që faktikisht vendimi kur na vinë me orët e caktuara. Domethënë sa orë është e lejuar për atë person të moshuar të ketë ndihmësen në shtëpi. Zakonisht është minimumi dhe maksimumi orë? Minimumi është 3 orë, maksimumi është 6. Minimumi është, domethënë, kur i moshuari mund të ecë vetë, të bëtë kry nevojat personalit vetë atë vetë, por që e ka të pamundur të kry nevojat tjera, për shembull ushqimin, barnat, pjesën e higjienës personale, kështu me radhë. Në momentin që ne japim shërbimin, kishte kushti tjetër, do me thonë të gjitha të punësuarit, duheshte të jenë të trajnuar, të kenë të ndjekur trajnimin, të testohen, të licencohen dhe pastaj të punësohen. Dhe kjo ishte kushti me të cilin neve kemi fillu. Në fillim e kemi fillu, do me thonë, me 20 punëtore, më pas tash jemi zgjeru, pa tjetër tash jemi në 5 komuna që japim shërbimin dhe shërbimi po ec aq mirë për arsye se era neve gjithë kemi nga një gjysh ose unë flasë për vetën tim, unë i kam prindrit e mi vetë, vëllezërit e mi, familjarët e mi jetojnë gjithë jashtë shtetit, jetojnë në Europë dhe kanë nevojë, sepse edhe unë që jam këtu, po jam me obligimet e punës. Dhe ato brenda dite mjafton që të ketë dikush që në mëngjes që të rokas në derë dhe thote se unë erdha edhe një kafe, edhe një çaj të mëngjesit, të kenë me kënd tapin edhe të kenë me kënd flasin. Nëse nuk janë në gjendje të rëndë, për shembull ka raste kur kemi gjendje të ndryshme, ka gjendje që janë shumë të rëndë, dhe ato e kanë patjetër që dikushi nëse nuk i ofron një gotë ujë, ato nuk mund të çohen ta marrin vetë, dhe ka raste prej më të ndryshmeve, po si shërbim është shumë i nevojshëm dhe nuk është shërbim që është, dhe më thënë ka momentin e fillimet e para ishte pak tabu kjo pjesa, po pse, e pastaj kur filloj kishte raste kur kemi shku të shtëpia, ju kemi tregu, ju kemi shpjegu shërbimin e kanë thënë jo se s'kemi nevojë. Në momentin që ka nis një kojshike, e njërës shtëpi e ka marrë shërbimin dhe tjetra pastaj kanë ardhur na kanë kërkuar, na kanë thonë po jo, ne kemi shumë nevojë, sa ajo kujdestarja që vin është bos si antare shtëpisë tash, edhe është bos si vajzë e tij në shtëpi. E çon shumë mirë, ne kemi shumë nevojë. Thosha po pse nuk e pranut? Unë e kuptoj se është një shërbim, është e pa pranueshme, se thash është një diçka e re, gjithmonë kur vjen një diçka e re, është e pa pranueshme. Në fakt, na e sqarove tërë procesin edhe përmende kujdestare dhe në fakt e kemi në studio një, na ka ardhur edhe me uniformën. Mersie, tregom njerëz se çka të shtyju të bëhesh kujdestare, të shkosh në trajnim edhe sot të përkujdesesh për ndonjë të moshuar. Po njëherët vetë dëshira për kujdesje ndaj të moshuarve, pastaj edhe si e pa punë, pasi e pam që është hap ky institucion, edhe vendosa që të shkoj. Bëm trajnimin, pastaj u licencuam dhe pastaj filluam me punë. Ku jemi shumë të kënaqur, edhe të moshuarit janë shumë të kënaqur me ne dhe kalojmë shumë mirë. Mu më intereson shumë se si duket një ditë e jotja, sepse ndoshta njerëzit më dashur që i kemi në shtëpi janë gjyshet ato s'na e prishin asnjëherë për asgjë, dhe ti ke punë me këtë kategori të njerëzve. Më thuaj pak si duket një ditë e jotja. Po, shumë mirë kalojmë. Unë i kam 3 pleq që kujdesen për ata. Çdo ditë shkon tek ata? Po, çdo ditë, 4 orë jam te një pacient dhe 4 orë jam të 2 tjerë, që janë në nevojë, dhe kalojmë shumë mirë. Jemi për kujdesje për çdo gjë, kemi çantën me vete ku shkojmë, ku aty kemi aparatin e shtypjes, të diabetit, temperaturës, pacientët që kanë nevojë që marrin barna për shtypje, u japim, pastaj ato që kanë diabet u amatim dhe u japim barnat e tyre. Pastaj përkujdesemi, si që tha drejtoresha, bëjmë një kafe, një çaj ku pim bashk dhe kalojmë kështu pastaj në pjesën ku përgatitet ushqimi për pleqt, pastaj te pastrimi në ambientin ku
ku jetojnë në dhomën e tyre, banjot, ku ka nevoj për larje të pleqve bëjmë edhe atë. Kështu që kështu shkon dita, orët kalojnë shumë shpejt dhe bëhemi si pjesë e familjes me Shpesh to. na ndodhe, unë shkoj kur ju shkoj në vizitë edhe ju them unë, komart për shembull komart ju shoh si jeni, sepse normal është punë terreni, nuk është në institucion, ato janë në shtëpiat e veta, edhe ato nuk lëvizin kujdestaret, do me thonë ju shkojnë në shtëpi. Edhe unë ju them, këto ju them kanë ardhur drejtoreshat na marre. Jo, ne nuk duam askënd tjetër, mos ma ndrot, lutem mos ma ndrot, se është interesante era se familiarizohen aq shumë, sepse ato nuk lëvizin prej ambientit shtëpisë veta, ato janë në shtëpiat e veta. Kushtet shumica i kanë në shtëpiat e vetë, ato kanë nevojë vetëm për një kujdes, dikush një dorë t'u jape. Atë që tha Mirësia që, do me thonë, mëngjes ato e kanë të nevojshme se neve nuk kemi të drejtë edhe këtë që ta ceki, do me thonë, pleqët, pacientët, i kanë kujdesin se ne marrim paraprakisht edhe quhet kac list dokumenti që merret prej mjekut am të pacientit. Dhe aty mjeku am janë dan terapinë që e ka ditore. Për shembull, gjithë të moshuarit kanë nga një terapi, kush është me diabet, kush është me, me smundje të ndryshme, secili e ka të ndarë, por ka raste që ato harrojnë ta marrin atë. Edhe kjo puna që ne kujdestarët nuk kanë të drejtë të shkruajnë terapi, për shembull. Kujdestarët tona nuk kanë të drejtë të japin infuzione. Kujdestarët tona nuk kanë të drejtë të ndajnë diçka që nuk është e shkruar dhe lejuar prej mjekut am. Në raste se mund të ndodhe dhe na ka ndodhur, që në momentin që ka qenë kujdestarja në punë, do me thënë është përkeqësu situatë ose ka pas alivanosje ose ka pas diçka është përkeqësu, kujdestarja ka për obligim më njëherë të thirrë ndihmën e parë edhe të reagojnë mjekët për pjesën e më tutjeshme për situatën. Do me thënë kujdestarët janë deri në pikën e kujdesit, për kujdesjes ditore, zbatimit të gjitha asaj që ato e kanë. Se faktikisht thash, ka raste prej më të ndryshmeve dhe diagnozave prej më të ndryshmeve. Njëra prej pacientave Mirësisë, për shembull, është ka këmbën e ka, domethënë, e ka të pamundur të lëvizë sepse ka dhimbje, ka smundje të këmbës, është e ajtur edhe ajo nuk mund të shkojë edhe një ujë ta marrë për vetë, ajo nuk mund të çohet të lajë teshat e veta, ajo s'mundën të përgatiten një ushqim çdo ditë për vetë, e kupton? Kështu që kujdesi e mundson që në njëjtën kohë ajo është mirë, mund të rije, po kujdestarja t'ja kryej ato obligimet e nevojshme. Ka raste kur mund kujdestarja në momentin që shkon në punë mund të bëjë shërbimin edhe jashtë, për shembull në market të marrë diçka që ajo ka nevojë për në shtëpi. Domethënë edhe kjo hyn në pjesën e shërbimit të kujdestarës. Thjesht është si një antare e familjes që shtohet në shtëpinë e tyre. Unë du të di, cilat janë ato karakteristika që e ke pa ti që duhet ndoshta ti përfaqësh ose që ti duhet t'i kesh që të kujdesesh me të moshuarit? Duhet jemi më të butë ose... Po, duhet njëherë emocionalisht të jesh, të kesh për kujdesje për pleqt. Unë e them shpesh kur bëjmë trajnimin, sepse në trajnim kur janë pastaj e kanë edhe pjesën e praktikës, kur shkojnë të njëra tjetrën shohin, edhe them është ajo pjesa njerëzore, mbi gjitha. Duhet se ne gjithë, e tham, ne gjithë kemi antar të familjes edhe të gjithë kujdesen në një farë mënyrë për to, edhe është njëherë të kesh atë, sepse kjo është era një punë humane. Dhe të japësh një shërbim human, nuk e jep çdo kush. Dhe për këtë arsye edhe kur kategorizohen te trajnimi, sepse unë këtë nuk e ceka, domethënë në momentin që bëhet trajnimi, për shembull paraqiten ka pas 200-300 kandidatë që janë paraqit në trajnim, dhe në momentin që kanë qenë në trajnim, i kanë mësuar gjitha këto, pjesën e matjes temperaturës, matjen e sheqerit në gjak, matjen e tensionit, edhe pjesën e kujdesjes, ndihmës parë dhe pjesën e kujdesjes. Çka do të thotë një herë emocionalisht të kesh ato që the ti, domethënë çfarë duhet të ketë një person emocionalisht lidhshmërinë që ti duhet bësh, sepse ato janë të moshuar dhe ka momente që ne kemi me smundjen që unë them është smundja e shekullit, periudhën e fundit që është smundja e Alzheimerit, smundja e demensit, që është në çdo ditë paciente kemi, dhe është pjesë, ato ka momente që flasin gjëra që
ndoshta nuk duhen. Ato bëjnë ndoshta një veprim të paduhur. Po që ne duhet të mirë kuptojmë, sepse për atë arsye jemi me to. Sikur ato të jenë në rregull me të mund të kryjnë nevojat e veta vetë, nuk kemi pse shkojmë ne. E vërtet. Kjo është pjesa që neve na duhet ta dimë. Dhe në momentin kur kryhet trajnimi, ku selektohen kujdestaret, domethënë kujdestaret selektohen te pjesa e praktikës, edhe pastaj te pjesa e testit kur kalojnë testi edhe te pjesa e praktikës. Një punëtore që nuk mund ta kalojë praktikën, ta shohë se ajo kur do shkojë, se mund teoria është ndryshe, dhe lexojmë, dhe mësojmë, dhe kalojmë. Po në momentin që ti do përballesh me kujdestarët përballen me situatën ose me pleqt, nuk është gjithkush për ta bërë këtë punë. Jo gjithkush mund ta bëjë, dhe për atë arsye selektojnë nga 200-300, selektojnë 30 fund, se s'është punë për gjithë secilin, unë them, pavarësisht profesionit që mund të ketë, diplomave, gjërave tjera. Pikërisht këtu desha të ndalem, sepse ti vetëm e ke kalu trajnimin, e ke kalu edhe testin, thuaj pak, cila është pjesa më e bukur e punës që bën, po edhe ndoshta cila është pjesa më e vështirë e punës që bën? Po pjesa më e bukur është kur ato janë të kënaqur, pleqt me ne, me shërbimin ton, dhe kur thonë se, shembull sot, unë u thash se nuk do të mund të vi, në punë, dhe ato, pse, se ditë s'ke qenë, edhe sot, edhe kjo është pjesa më e bukur e punës, kur ato janë të kënaqur me ne. Me zipresën shkojmë, do me thonë, për të shërbyer atyre. Më e vështirë, diçka vështirësi? Vështirësi, unë deri tash nuk kam hasë, derisa jam në këtë punë, sepse shumë mirë shkojmë, dakordohemi dhe vështirësi nuk shohim. Ne rashikojmë edhe pjesën e asaj, sepse ka momente kur pacienti edhe kujdestarja gjithmonë nuk mund t'jenë të përshtaten për me një herë. Dhe ne bëjmë një lloj testi edhe në fillim me të. Dhe më thonë, jo gjithmonë një herë të shojmë njoftojmë, edhe shohim se si e pranon, se është shumë e rëndësishme tjetri si do e pranoj, se ne si institucion, ne si shoqat, ne jemi ndërmjet kujdestares edhe ndërmjet ndërmjet kujdestares edhe shfrytëzuesit, pacientit. Dhe nëse ne mbajmë përgjegjësi edhe për kujdestarën që e çon në shtëpinë e dikujt, sepse edhe kujdestarja është familjare, është nënë, është i ka gjitha, po edhe atë pacientin që i shkojmë në shtëpi është shumë e rëndësishme se ti kënë ja çon në shtëpi. Po edhe te kush e çon pacienten, domethënë edukatorën ose kujdestaren. Dhe është një ashtu lidhje dy anshme që duhet ta gjejnë atë të përbashtën, por në momentin që janë adekuate, ato thash, familiarizohen atë shumë, sa pastaj atë që thot mirësia që vikendin kur e kanë, ka raste që në vikend nuk jepet shërbimi, ato me nzi presën, ose kur ka raste që si rasti sot, ose bëjmë ndrim ndonjëherë kur janë në pushim, sepse kanë të drejtën e pushimit vjetor, ne bëjmë zaventësim me një kujdestare tjetër, edhe me nzi presën, kur do të sosë pushimi, se jam mësume, dum ato që jemi mësuar, na ka mësuar rendin, thojnë. Fiks, në fakt, ne po flasim në tonalitete shumë të bukura edhe për aspekte shumë të bukura të kësaj, mirë po unë në hyrje të këtij emisioni tregova për raste ku të moshuarit janë keq trajtuar, janë edhe në raste caktuar edhe kanë përjetuar edhe dhunë psiqike dhe dhunë fizike, dhe do të doja shkurtimisht të shohim një anketë shumë të shkurtër cilën e ka bërë gazetari jon Suadi, dhe ka pyetur në fakt, sepse ato shtëpi është mbyllur dhe duhet të moshuarit të largohen nga ajo shtëpi, ka pyetur në fakt personin që kujdeset për të moshuarin se çfarë do bëjmë. Ta shohim vetëm shkurtimisht anketën dhe do e komentojmë këtu në studio. A od ministarstva to što vi kaže? Ništa mi ne kaže, da si ga zemete odmah. To oni kaže. I сега? Kaj ke? Сега u drug dom će oditi. A od policijata ve kontaktirale nešto obviniteljството? Ne. Samo oni se javljaju od Ministarstva za trud i socijala da si ga zemene. Këta persona cilët është dashur të kujdesen për të moshuarit, le të themi kanë qenë ndoshta fëmijët ose të afërmit, vetëm kanë marrë informacion se duhet vini të mirëni të moshuarit. Si është ky momenti që ti e ke sistemu një familjar tëndin, aty mendon që ajo po kalon mirë, dhe të vjen momenti që ti duhet ta marrësh?
Era, unë nuk mund të flas konkretisht për ngjarjen, për arsye se nuk më takon mua, ne nuk jemi në pjesën e këtij lloj shërbimi, domethënë ato janë institucione që kanë qenë ndoshta të licencuar nga ministria dhe ajo ka të bëjë me pjesën, por që ne po hasim në vështirësi sepse ne japim shërbimin për kujdesje për personat e moshuar në kushtet shtëpiake, domethënë në shtëpiat e veta. Të moshuarit shumica kanë mundësi që i kanë kushtet, i kanë gjitha, vetëm ju duhet një ndihmë në shtëpi. E nevojshme është shtëpia e pleqve? Po, është, për arsye se ne kemi raste ku kemi të moshuar që nuk mund t'ja ofrojmë kujdesin 24 orë në shtëpi, sepse ne jemi shërbim ditor. Domethënë shërbim brenda ditës. Kujdestarët tona shkojnë në shtëpitë e tyre dhe mund të kujdesen për ato brenda ditës, t'u afrojnë gjitha, t'u bëjnë përgatitjen, ushqimin, të kujdesen për barnat edhe për gjithçka. Mirë po kur përfundon dita, ato në mbrëmje janë vetë. Po ato që ka raste kur janë me smundje të rëndë, janë të paralizuar. Ka raste kur nuk ka askëndi në shtëpi dhe duhet qëndroje i palëvizshëm pacienti. Ato kanë nevojë për 24 orë kujdes. Dhe për atë arsye janë të nevojshme shtëpitë e pleqve. Por kërkohen standarde. Për shembull, ne në Tetov, në pjesën e komunave tona, ne nuk kemi shtëpitë pleqve. Nuk ka, a është e nevojshme? Po, shumë është e nevojshme dhe kërkesa kemi pas shumë që të bëjmë edhe të ndërtojmë, po kjo është prapë në pjesën ose se ne si institucion privat, ne jemi privat japim këtë shërbim. Domethënë nuk është në mënyrën, sepse ajo ka një kosto shumë të madhe të ndërtohet me standarde, nëse të duhet të ketë një shtëpi prej asaj terrenit që e shohim ne, e shohim se është e nevojshme edhe kjo pjesa tjetër, që dikush i të kujdeset, për shembull kujdestarët të kujdesen 24 orë në shtëpitë e tyre, dhe të jetë me orar mendrime, që të ketë edhe ditor, edhe mrenda ditës, edhe mrenda natës, por që të jetë në mënyrë profesionale, edhe në mënyrë që të plotësoj të gjitha standardet të cilat janë të nevojshme për një kujdes, ajo kërkon një kosto shumë të madhe të investimit, ajo kërkon një kosto shumë të madhe të shërbimit, sepse aty do duhet t'i kesh punëtorët edhe qëndrim të natës. Domethënë duhet të kesh punëtorët, pastaj ndryshon kostaja e pagesës ndaj punëtorëve, ndryshon kostaja e gjithçkaje për të patë një qëndrim adekuat me të gjitha kushtet dhe me të gjitha standardet që nevojitën për atë shtëpi. Në fakt, ne biseduam për ato se në rastin konkret ju nuk jepni terapie dhe nuk e përshkruani terapin, po vetëm e zbatoni të njëjtën. Mirë po, kur dëgjojmë momentin që është dhënë ushqim i skaduar, janë dhënë barna jo të duhura, apo flasim për një largim nga humanja dhe shikim vetëm të aspektit financiar, sepse thuashte që ka pasur financa shumë të mëdha të hyra në këto shtëpi, mirë po nga ana tjetër shohim keq trajtim, shohim dhunë, neglizhencë mjekësore. Unë thash, prap nuk mund të jam se nuk jam kompetente për të folë për një situatë që ka ndodhur në një shtëpi që janë pronarët, nuk e di kush është përgjegjës për ato raste që ka ndodhur, por që është, unë e thash, është një punë shumë humane dhe kjo të ndodhe një situatë, domethënë që të trajtohen në atë mënyrë, kjo është jo njerëzore një herë. Domethënë jo humane, sepse kjo është një punë shumë humane. Ne punojmë me punën sepse është punë shumë e ndjeshme, është është humane sepse ato janë prindët e dikujt, janë gjyshrit e dikujt, janë familjarët e dikujt, edhe ne gjithë jemi me familje dhe të bësh edhe të bësh një vepër si ajo, as nuk mund ta imagjinoj dhe ta logjikoj, domethënë është jashtë njerëzores një herë dhe jo më humanizmi, se duhet të jesh jo njeri për të bërë një gjë të tillë. Sepse sinqerisht unë për atë them se e diskutojmë pjesën e punës, është pjesë e kujdesit që duhet të jepet në mënyrë sepse ato janë shumë delikat. Unë thash ato kanë sëmundje të ndryshme dhe te ato kërkohet njëjtësit e fëmijët. Unë punoj, kam rastin që të punoj, kam edhe shërbimin për fëmijët, domethënë kemi kopshtin privat që funksionon që 13 vjet në Tetov dhe punoj edhe me fëmijët dhe i krahasoj, them, fëmijët edhe pleqet janë në njëjta kategori. Domethënë është edhe e thënia që themi dy herë bëhen njeriu, dy herë bëhet fëmijë, domethënë në fëmijëri edhe në pleqëri. Janë shumë delikat. Dhe për këtë arsye ne duhet kemi shumë kujdes
se çka jemi të dhënë. Se tash, po, për pjesa financiare, po unë mendoj se gjithmonë duhet tjetë kujdesi edhe kontrolla shtetërore. Dhe duhet të ekzistoj, që mos ekzistojnë këto për përfitime financiare të arrim deri në këtë pikë dhe të trajtohen personat e moshuar në këtë lloj gjendje. Mirëse, ti e çdo ditë me këta të moshuar dhe jo vetëm me këta të cilët ti shkon dhe viziton, po padyshim ke edhe familjarët e tua dhe familjen tënde. Më thaj, kur e dëgjove rastin dhe kur i dëgjon këto gjëra të cilat tashmë prokuroria i ka vërtetuar dhe procedura penale po vazhdon, çfarë ndjenje të jep, sepse ti e çdo ditë me ata të moshuar? Kjo është një ndjenjë shumë e keqe, sidomos për ato që kanë gjësi njerëzore dhe nuk e di. Është e dhimbshme shumë dhe pleqet kanë nevojë për kujdes, e jo për dhonë. Dhe kjo është. Duhet më shumë kujdes, se mund ta mendosh nëse i ndodh shembull babës ose nënës tënde dhe si ndjehesh. Dhe kjo është për keqardhje. A është ky momenti ku ti nisesh kur përkujdesesh për secilin prej të moshuarve që i ke? Domethënë, ky mund të ishte babai ose nëna ime dhe unë kështu kujdesem? Normal. Mendon që nga ajo që ke parë, ti shkon rregullisht te 3 të moshuar, mirë po, në vlerësimin tënd, shtëpitë për të moshuar ose për përkujdesje, siç tha edhe Çania, janë të nevojshme. Ti si je shef, ata të moshuar, mendon që ndonjë ditë ndoshta do të kenë nevojë për 24 orë dhe jo vetëm për 4 orë që shkon ti? Po, është e nevojshme, sidomos dhe ne në Tesov, sepse nuk kemi, sepse ka pacient, shembull, unë ku shkoj janë vetëm 24 orë. Edhe ato me nxi presin ato 4 orë kur shkojsh për të kujdes. Dhe sidomos dy janë, njëra është 80 vjeç, njëra është 76 vjeç, dhe ato kanë nevojë për çdo minutë kanë një kujdestar ose një njeri afër. Dhe shtëpia e pleqve mendoj se është e nevojshme më së shumti tek ne. Në fakt, ne të vazhdojmë edhe pak të flasim për këtë temë edhe për tërë këtë ngjarje që ka ndodhur, mirë po do shkojmë me një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish. Po rikthehemi nga publiciteti dhe në fakt do vazhdojmë të qëndrojmë tek përkujdesi për të moshuarit. Du të flasim pak për stigmën. E përmende në fillim që shërbimi juaj që në fillim ka përballuar rezistencë, le të themi. Mirë po, qoftë për këtë shërbim, por qoftë edhe për përkujdesje dhe institucionet ku duhet dërgohen të moshuarit, vazhdojmë të kemi stigmën ne për këtë pjesë? Në shumicën e vendeve rurale, në shumicën e vendeve që ndoshta janë pak më shtu, po, ekziston ende dhe vazhdon të jetë era kjo stigmë, por në përgjithësi, për këto 4 vite me radhë, ne shohim një ndryshim të jashtëzakonshëm, domethënë kërkesa që vazhdon të bëhet që na vijnë neve për kujdesje, domethënë ka një rritje të jashtëzakonshme. Dhe këtu e shohëm se vërtet është shumë e nevojshme. Tash, mund tjetë fenomeni shpërnguljes të rive jashtë vendit dhe kategoria e 3 neve ndoshta na ka ngel më shumë këtu dhe kjo po bëhet edhe më shumë e nevojshme ose është pjesa tjetër që edhe ata që janë këtu, domethënë është pjesë janë të gjithë të obliguar me punë, me gjitha edhe ndoshta ajo pjesa e kujdesit nuk mund të arrihet në mënyrë 100% të jepet, por që unë mendoj se ka ndryshim, nuk është më si ka qenë, sepse është bë nevojë era. Nuk është më se ne duam ose e bëjmë. Është luks. Është luks, është nevojë. Edhe unë mendoj se është e nevojshme më kjo situatë. Ne kemi ardhur në pikën që e kemi të nevojshme shumë. E tash, sa neve mund të na mbuloj shteti për këtë nevojë që kena, për këtë arsye, domethënë janë institucionet private dhe këto institucione që hapen edhe që nuk kanë kontroll dhe bëjnë këto probleme që na ndodhin si kjo që ka ndodhur. Kështu që unë mendoj se shteti duhet të investojë më shumë rreth kësaj çështje dhe që mos jetë tabu kjo çështje e përkujdesjes personave të moshuar. Po faktikisht ta shohë sepse në këtë shtet, në këtë moment neve kemi shumë të nevojshme këtë shërbim dhe këtë situatë.
Mersi, një pyetje të fundit, sepse jemi në minutat e fundit tashmë të emisionit. Më thuaj, do e rekomandoje për kujdesin për të moshkuarit tek të gjithë, pavarësisht se ndoshta a e kanë stigmën se jo, nuk duhet dikush tjetër të më hyjë në shtëpi mu? Po, për mua është shumë një gest i mirë, human, njerëzor dhe duhet rekomanduar tek të gjithë që kanë nevojë. Për pleqët pacient që kanë nevojë, kjo është një gjë shumë e mirë. Zonjë, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë të emisionit. Shpresoj që temat të cilat e diskutuam të mos përsëritet më asnjëherë dhe për kujdesi për të moshuarit të merret ndoshta shumë më seriozisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ti. Suksese.